Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme. Kemi hënën e re në shtëpinë e vet. Hënë e re në Gafore, ku shumë ndryshime, shumë gjëra do të ndryshojnë, sepse lidhet shumë me të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Dhe këta tre gjëra fillojnë dhe japin frytet e veta. Por në këtë aspekt, le të hedhim një sy kësaj hënë të re, çfarë bëjmë, çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë nuk duhet të bëjmë, që kujdesi që duhet, dhe sa ndikon në 12 zodiakale. Kemi një hënë të re e pikërisht të ditës së sotme, të datës 25, në Gafore vjen me ndikime pozitive dhe vendos disa kushte specifike, e cila vetëm nëse i ndjekim dhe arrim qëllimet që kemi vendosur të ardhmes tonë, edhe pse formon një nga këndet më me fat në lidhje me Jupiterin, që është hapësira, ndryshimi, mundësia dhe fati në anën tonë. Ka disa kënde që kanë të bëjnë shumë, veprojnë si mbrojtje, mburoj ndaj së keqes. Dhe ndryshimet që kanë të bëjnë, për sa i përket çështjeve që lidhen me karrierën, lidhen me njerëz të rëndësishëm apo të ndryshëm, jemi të kujdesshëm dhe plotësisht të bazuar në të ardhmen dhe në të drejtën tonë. Mirë është këto ditë, duke filluar nga dita e sotme dhe 14 ditë që do vinë, sepse kemi të bëjmë edhe me hënën e plotë të datës 10, por kjo ka kohën e vet dhe ndryshimet e tjera që do të ndikojnë. Ajo që ka të bëjnë në lidhje me këtë hënë të re, është të njohim gabimet tona, të ndryshojmë kursin dhe të mos këmbulin në diçka që është më tepër egoiste se sa realitet. Një hënë e re shënon gjithmonë fundin e një cikli dhe fillimin e një cikli të ri, që zgjat 28 ditë, ndërsa është koha ideale për të kthyer një faqe tjetër të jetës sonë, për ndërmarr hapat të rinj, për dhënë fund zakoneve të vjetra. Sjelljet problematike, takimet, vendimet, ndryshimet me njerëz të parëndësishëm për ata që nuk kuptojnë dhe shumë të rëndësishëm për ata që duan dhe i dedikohen së ardhmes. Kjo hënë e re na jep mundësinë që të ikim nga keqbërësit, të largohemi nga njerëzit negativ dhe të përqafojmë të ardhmen dhe pozitivitetin. Kjo hënë e re na ofron diçka tillë. Duke pasur parasysh se qëllimet e hënës së re, Gaforia është një shenjë uji me një botë intensive emocionale dhe ndikohet nga hëna, që është guvernatori i saj. Dhe kjo do të thotë ndikimet më të mëdha të çështjeve të punës, të karrierës dhe jo vetëm. Përgatituni për momente intensive emocionale, ndjeshmëri dhe ndryshime të brendshme. Përqendroni më shumë te këto çështje. Me këtë hënë do të duhet të nisni diçka të re, nëse keni në mendje juve ose intuita juaj. Gjithashtu, juve besoni në instiktet tuaja. Ekziston një mundësi mjaft e mirë që të ndiheni nostalgjik në momentin dhe kohën tuaj, duke kujtuar njerëz që në të shkuarën ju kanë ndihmuar dhe në pamundësi të ndihmoni dhe juve, por vjen një moment tani që gjërat janë krejt ndryshe nga situatat që vijnë dhe momentet e arta që keni tani tutje. Ajo që do të shikoni dhe do më kujtoni, do shikoni që tu hapen dyert të së ardhmes në një mënyrë të papritur. Një moment shumë pozitiv. Dhe jo vetëm kaq, por do keni mundësi çështjet, punët, takimet të lënë pas dore, duke se tani ju mund të veproni. Do të kërkoni siguri në ato që doni të bëni. Dhe jo vetëm, sepse kjo hënë e re ndikon mundësi dhe ju jep jo vetëm mundësi, por ju mbron nga rreziqet e punës suaj, njerëzit negativ, gjëra që do të ndikojnë dhe ndihmojnë, dhe për juve është frymëzim, motiv kjo hënë e re. Dhe keni të gjitha mundësitë që të përballeni
me të ardhmen, jo me frikën, me të drejtën, jo me gënjeshtrën, me dritën, jo me errësirën. Pra, gjithë gjërat ndikohen në të hënë të re dhe jepet mundësia dhe koha e duhur për gjëra të mëdha. Lidhjet dhe mundësitë që kanë të bëjnë në çështjet e punës së karrierës, momentet që kanë të bëjnë në vendime që do të merren dhe koha është në favorin tuaj. O dash, dhe ndikimet që kanë të bëjnë, kanë të paqarta që të kuptojmë arsyen dhe kohën e duhur për gjërat më dha. Një nga këndet më të rëndësishme të kësaj hënë të re është ndryshimi dhe ndikimi më i madh që ndodh tani. Por Jupiteri sjell rritje shpresë mundësi, kështu që prania e tij në gafore shton një nivel tjetër dhe qartëson paqartësitë që kjo hënë na jep të kuptojmë që deri këtu keni kujdes sepse kjo nuk është mirë. Pra duhet rregulluar. Këtë bën kjo hënë e re. Ndikimet që kanë të bëjnë dhe katërkëndshi që është me hënën e re që formon në mes të Saturnit dhe Neptunit në dash, mund të krijojë disa ndryshime të papritura në fusha të ndryshme, por gjithsesi ka një kuptim tjetër, një mundësi që mund të rregullohet dhe stabilizohet. Neptuni mund të sjellë gjithçka që neve e mendojmë, por e sjell ashtu siç është, pa filtra. Dhe mund të jetë diçka që nuk është ashtu siç duhet dhe neve na prish punë. Pra duhet të jemi të vëmendshëm në gjërat që duan të bëjmë. Së fundmi për shkak se këto kënde të paqarta do thotë që hëna e re na ndihmon të jemi praktik dhe të qëndrueshëm për të përfituar nga ndikimet pozitive dhe për të shmangur pengesat. Hëna e re na ofron mundësitë për të ecur përpara, për sa kohë që bëjmë një hap në të njëjtën kohë që dimë dhe ku do shkojmë. Dhe sigurisht që nuk duhet lejuar kur njerëzit problematik ndryhyjnë në punën tonë apo veprimet kota që nisin gjëra që pa plan, gjëra që më tha filani prandaj bëje s'ka problem, pra në kurriz të tjetrit mund të thush çfarë duash, por problemin e ka ai që nis, prandaj duhet pasur kujdes në këto gjëra. Por nëse kemi një njohje, jemi shkëputur nga një lidhje, kemi pasur një kontratë, na shpëritur kjo kontratë në mes, po fitoni. Është një fitore e madhe. Është një ndikim dhe një ndryshim shumë i madh në gjëra të mëdha, në ndryshime dhe jo vetëm, sepse është mundësia, sepse është korrektësia që gjërat vinë, stabilizohen, realizohen në kohën më të mirë të që ndonjëherë. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj është dhe koha dhe momenti më mirë i mundshëm në lidhje me këto gjëra. Por le të shohim në të cilët zonë që kjo hënë e re do të ndikojë në 12 shenjat e zodiakut. Por para se të fillojmë me parashikrimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni, në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë kemi pikërisht të faqen këtu. Kjo faqe na jep mundësi, rëndësinë për juve që kërkoni një parashikim të detajuar, për juve që doni të dini mbi gjithçka ju intereson dhe mbi çështjet që ju keni, i keni aty, mund zgjidhni një paketë që juve ju përfaqëson dhe e dini cila është më e mira juaj dhe duke bler paketën tuaj, numrin për katës të blerjes dhe më pas jeni gati të përgjigjeni gjithçkaje mbi çështjet që doni, mbi gjërat që kërkoni dhe pastaj të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Për juve që doni që në kohën që jemi live, doni të dërgoni mesazh. E keni urgjent. Atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe atë që juve keni përgatitur mesazhin, e dërgoni dhe me një live përgjigje. Sepse çdo të mërkur do jemi live drejt për së drejti me juve, sepse juve e kërkuat, neve ju ofrojmë. E kërkuat dhe do ta keni çdo të mërkur bashkë do flasim për çështjet që neve na interesojnë dhe
japni përgjigje në gjërat që doni. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë të zjarrt, që do të thotë dashi. Hënë e re në shtëpinë e 4 të shenjës suaj diellore, e cila merret me familjen, shtëpinë, pasuritë patundshme, të kaluarën dhe psikologjinë tuaj, në karrierën tuaj, duke hapur një kapitull të ri në mënyrë se si përcaktoni sigurinë tuaj, emocionet dhe sa ju i përkisni. Lidhja me Jupiterin, që mund t'ju japi mundësi, dashuri dhe jo vetëm lidhjet me probleme, ku do të thotë mundësi të arta dhe gjëra të rëndësishme dhe për të freskuar të tashmen dhe të ardhmen, diçka shumë pozitive që do të keni juve të kësaj shenje. Mund të filloni një aktivitet të ri profesional, ndoshta duke u bazuar në gjëra të mëdha, duke u bazuar tek puna juaj, tek frymëzimi juaj. Dhe kjo do të thotë që çdo gjë, sidomos hënë e re që është e përshtatshme për fillime të reja dhe shumë të suksesshme madje, nuk duhet të shfrytëzoni mundësinë për sa kohë që është diçka që keni shqyrtuar në thellësi dhe keni planifikuar për ta arritur, sepse është më së sakta për ta vënë në punë sot. Sigurisht, nuk duhet harrojmë se kemi Saturnin e rrept në shenjën tuaj, por edhe Neptuni që është në anën tjetër ku kufizon disa gjëra. Por kjo do të thotë mundësi dhe koha që neve kemi në dispozicion e kemi për të mirën tonë. Dhe kjo do të thotë pastërti, emocione dhe ndryshime. Do të dëshironi në marrëdhënien tuaj familjare të jeni sa më të shëndetshëm, larg ndërhyrjeve të tretë që prishin punë. Dëgjoni instinktin tuaj, sepse është diçka shumë e madhe me këtë hënë të re. Kjo hënë e re ofron familje, lidhje të reja, shkëmbime unazash, sepse kemi pasur shumë ndryshime, ndikime shumë të mëdha nga dje, siç e pat, sot, nesër dhe 4-15 ditët që do vinë, ka diçka shumë të madhe, prandaj bini pas, sepse ka të bëjnë shumë me këtë hënë të re. Ajo që do të ndikojnë gjithashtu, ka të bëjnë diçka që lidhet me një kontratë pune, sepse ndikimi i Marsit dhe me hënën e re do të thotë një kënd shumë pozitiv. Nëse keni lindur në dhjetëdiqin e parë të shenjës suaj dhe në dhjetëdiqin e tretë që ka të bëjnë shumë dhe ascendente ose planetet të shenjës së Dashit, kanë ndikime shumë të mëdha dhe pozicionimi i planeteve jep mundësi, rëndësi në fushën e karrierës dhe të dashurisë. Dhjetëdiqi i tretë që favorizohet jashtëmase në lidhjet afatgjat, që do të thotë dash bricak, dash luan është ideale. Por një vëmendje do të bëni nëse keni një problem me një ndarje që keni pasur në dimër, duket se erdhi koha që ta zgjidhni këtë problem që keni pasur dikur dhe të ecni drejt jetës suaj dhe drejt së ardhmes. Është diçka shumë pozitive. Madje është koha juaj dhe momenti më i artë për të shfrytzuar në të mirën tuaj. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, të shkojmë tek shenja e Demit. Hënë e re në Gafore duket se ndodhe në shtëpinë e 3 diellore, e cila ka të bëjë me fushën e komunikimit, udhëtimeve, studimeve, kontakteve. Prandaj ajo ndikon në mënyrë se si mendoni dhe juve keni mundësinë për të arritur dhe për të bërë diçka të re. Është momenti, është koha mi themi të shenjës së Demit, sepse do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë dhe mjaft pozitive në anën tjetër për të përfituar në çështjet e financave dhe në bizneset e reja. Juve të shenjës së Demit keni një biznes, nuk hecën ky biznes dhe doni të bëni një ndryshim, por jeni futur aq shumë brenda sa që edhe po ta shihni nuk merrni ato para që keni harxuar. Dhe të po të merrni një dyqan tjetër keni frikën sepse mos zhyteni akoma më tepër. Dhe unë si Jorgo dhe hënë e re që ndihmon në këtë aspekt, intuita juaj nuk do gaboj. Ato që mund të bëni, të shikoni në lidhje me artikuj që keni në dyqanin tuaj ose në biznes tjetër, sepse do keni disa ndryshime këtu, të dhjetëdiqit të tretë e kanë këta dhe ndikimet janë mjaft të mira. Duhet të jeni të kujdesshëm dhe mos thoni gjithçka që ju vjen në mendje
për të filtruar atë që don të tjerët të dinë. Pasi mund të ekspozoheni dhe të futeni në një pozicion të sikletshëm. Meqense është një periudhë kur komunikimi do të rritet, do të flisni vazhdimisht dhe do shikoni që do të keni mesazhe, lajme, informacione, keni kujdes çfarë thoni. Dhe kujt ja thoni, sepse mund të keni reagime dhe të merrni aty ku flisni, prisni të merrni një lajm të mirë pozitiv dhe mund të merrni negativ. Prandaj jo ekspozimeve. Keni kujdes. Unë u them, bëni si doja barzamës tuaj. Shfrytëzoni energjinë e hënës së re për të bërë një fillim të ri, për të forcuar punën tuaj përmes teknologjisë, ose për që merrni me internetin, ose merrni me diçka tjetër, ose keni një punë të re, ose jeni në kërkim të një pune, ose do të ndryshoni vend banim, për që jeni në diasporë, për që keni bëni me dokumentacione, është mirë që të rishikoni dhe të kuptoni për shumë gjëra që doni të bëni. Lidhja e hënës së re me Jupiterin do t'ju ndihmojë të bëni ndikimin më të mirë në punë dhe ajo që do të keni gjatë kësaj periudhe 14 ditore, është mirë që të dërgoni një CV ose të kaloni nëpër një intervistë, sepse jepet mundësia dhe koha e duhur, sepse jeni më konkurruesit dhe mund dilni të fituar në këtë aspekt. Gjithashtu gjashtë i Marsit do t'ju bëjnë më të dashur dhe të gatshëm për të argëtuar ose për të marrë diçka shumë të rëndësishme që mund t'ju jepet në fushën e punës suaj, ose një ngritje në detyrë, ose një lajm shumë të mirë që mund t'keni. Ata për ju që kanë ascendent ose planetë në këtë shenjë, që përfitojnë në këtë aspekt, Dashi, Gaforia, Peshorja, Briciapi, që janë ndikohen më tepër, por gjithsesi e keni dhe një mundësi të ardhë. Në fushën e dashurisë, edhe pse me probleme që keni pasur, duket se me akrep të dhjetëdhjetit të dytë, me peshore të dhjetëdhjetit të parë, keni një mundësi të ardhë për ta zgjidhur këtë problem. Keni më shumë se një javë jeni grindur me partneren tuaj dhe nuk po gjeni zgjidhje, është pikërisht kjo javë, që varet në individ pastaj kur ka ndodhur fenomeni, por gjithsesi keni të dhënat atje dhe mund të flasim më gjëra gjatë në detaje të tjera. Por gjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë për të zgjidhur problemin që keni me partneren tuaj ose në gjëra të tjera që janë të pazgjidhshme. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e mundësisë dhe e së drejtës, që do të thotë binjakët. Për ju e binjakët të dashur, duke se hëna e re në Gafore ndikon në shtëpinë e dytë të shenjës suaj, e cila ka të bëjë me financat, lidhet shumë me financat. Kujdes, mos e kaloni cakun. Është koha e duhur për të vënë gjërat në rregull dhe për të shqyrtuar seriozisht të ardhurat dhe shpenzimet. Fati do të jetë në anën tuaj, pasi Jupiteri formon një lidhje me hënën e re dhe mund të sjellë mundësi financiare ose propozime që fsheh shumë premtime dhe përfitime financiare. Por këto do jenë në bisedime me persona të rëndësishëm, por kjo kërkon shumë vëmendje. Sigurisht kjo lidhje me Jupiterin mund t'ju tundojë gjithashtu të shpenzoni disa para për kënaqësinë ose për njerëzit që rrethojnë, se ju jeni dorë shpuar, nuk kam thënë dhe them gjithmonë, dorë lëshuar, prish andaj kur vjen momenti pastaj xhepat bosh. Keni kujdes sepse kjo javë dhe java tjetër kërkon shumë vëmendje, se shpërdorin deri në ekstrem, prandaj kërkohet kujdes. Megjithatë, për shkak se katërkëndshi Saturnit dhe Neptunit të rreth është në një kënd që kërkon vëmendje, deri të paktën të dielën, jeni të kujdesshëm dhe mirë është mos paguani gabimet e të tretëve, sepse çështjet e financave në të shkuarën nuk kanë ecur siç duhet, por ka disa probleme tani që do kërkojnë zgjidhje dhe këtë zgjidhje do ta jeni përmes hënës së re, ku do të jepet kjo mundësi dhe do ta zgjidhni këtë problem. Ajo që do të keni gjithashtu, në përgjithësi është jeni në një rrugë të mbar, sepse është Jupiteri me hënën që ndihmon në këtë aspekt, dhe nëse jeni të qëndrueshëm dhe të matur, hëna e re jep mundësi, jep kohë në çështjet që kanë të bëjnë, sepse premton perspektiva, stabilitet dhe ndoshta një fillim të ri në karrierën tuaj, do merrni një ngritje në detyrë, ngritje page ose të jeni një burim të ardhurash të dytë duke përdorur një nga talentet tuaja. Gjithashtu është hëna e re përveç financave, do të rrisin vlerësimin dhe energjinë tuaj.
një udhëtim që do të bëni të diçit të dytë, që do të bëni një udhëtim të largët, dhe kjo është diçka shumë pozitive, madje është koha e duhur për sa i përket çështjeve, sepse jeni në gjendje të bëni rregullime dhe marrëveshje të reja financiare dhe jo vetëm kaq, por të favorshme për juve. Gjashtkëndshi me Marsin, që do të ndihmoj në zbutjen e problematikave që keni pasur në familje apo çështje të shtëpisë apo pasuri të patundshme, ku do të zgjidhen pikërisht tani, nëse keni me kushuri, me njerëzit e juaj, me gjakun tuaj, me njerëzit të afërt, do të keni zgjidhje. Ajo që do duket në ndikimin më të mirë, një vëmendje të vogël do të bëni, juve të shenjës që i ka të bëjnë në lidhje me dashuri, në lidhje me njohje, në lidhje me të palidhurit ose ka një njohje ose keni pasur probleme me dashin, gaforen, peshoren, britsjapët, është mirë sepse tani është koha më e mirë e mundshme për të zgjidhur problemin që keni pasur, sidomos me gaforen dhe me britsjapët, keni një mundësi shumë të mirë për të stabilizuar familjen tuaj dhe për të ecur përpara. Do shkojmë tek shenja në fjalë, tek tema e ditës që ndodh hanere në shtëpinë e vet, që do të thotë gaforja. Për të gjithë juve të shenjës së gaforës të 30 diqët, që jeni duke pritur këtë hënë të re, që formohet në lidhje me Jupiterin në shenjën tuaj dhe një katërkëndës që bën Saturnin dhe Neptunin në dash, do të thotë se pozitiviteti më i madh që keni në jetën tuaj. Për sa kohë që ju nuk keni pasur ose shanse të mëdha në fushën ekonomike, në fushën e biznesit, në dashuri, me probleme nga më të ndryshmet, por jeni realist. Fati është në anën tuaj sot. Gjithsesi, pasi do të keni edhe Jupiterin në shenjën tuaj për vazhdimsinë gjatë gjithë vitit ardhshëm, por kjo do të thotë se gjithçka do të jetë e lehtë. Ekziston Saturni në një cep që ndërpret energjinë pozitive në disa raste, nëse juve esni më shpejt se ç'duhet. Pra, duhet të kontrolloni dhe hapin që bëni, sepse në fillimet e reja, me këtë hënë të re, do të thotë që mundësi, do të thotë rëndësi, por varet se sa juve jeni të gatshëm të përgjigjeni së ardhmes. Por megjithëse planet edhe kohën tuaj që keni, momentet që keni dhe periudha kur ndodhin fenomenet, është nëse e sigurt ku do të japi një forcë shumë të madhe për të mbyllur llogaritë e hapura dhe për të kuptuar gabimet që keni bërë. Prandaj, përpiquni të shihni se çfarë zgjidhje të gabuar keni bërë më të shkuarën dhe të rregulloni, stabilizoni të tashmen. Qofshin në marrëdhënie toksike që keni pasur në lidhjen tuaj, në lidhje me punën, në lidhje me njerëzit të rëndësishëm apo gjëra të tjera, duke se tani ka ardhur koha dhe momenti për të zgjidhur çdo lloj problemi. Në çështjet që ka të bëjnë me këtë hënë të re, do vendosni qëllimet për ju të palidhurit që keni ose doni të bëni një punë jashtë Shqipërisë në bashkëpunim, do të thoshë që mund të keni, është momenti më i mirë i mundshëm dhe më pozitiv. Është i vetmi muaj, vetmja hënë e re që ndodh në shenjën tuaj, sepse ka kohë që gjithmonë po t'i vini re, hënë e plot ndodh në shenja të ndryshme, por pikërisht ky vit është viti më i mbar dhe më ideali në anën tuaj, sepse jep mundësira dhe eksplorime të reja në fushën e karrierës, në fushën e udhëtimeve, të bisedimeve, dokumentacioneve që ka të bëjnë, është mundësi shumë e mirë tani dhe jo vetëm kaq, por ka dhe mundësi të arta ku do të ndikoj dhe do të keni mundësinë për të zgjidhur problemet ngërçe që keni pasur, sidomos ato ligjore, si ato sidomos shoqërore, ku keni pasur çështje të pazgjidhura, problematike nga më të ndryshmet. Dhe vjen një moment i artë tani ku çështjet dhe vazhdimësia që është tani është një kohë shumë e mirë, e mbarë në ato çka do të bëni, e mbarë në ato çka prisni dhe me qenë se ka një ndikim shumë të madh në lidhje me punën tuaj dhe karrierën, por mos harrojmë se Saturni nuk fal në gabime dhe në çështjet impulsive. Pra do pasur kujdes sepse serioziteti dhe e drejta do të triumfojë. Por për juve është kohë shumë e mirë dhe madje është një periudhë ku do të zvendësohet me pozitivitet, do të zvendësohet me çështje ekonomike të stabilizuara dhe punë të reja që prisni. Është diçka shumë pozitive. Në fushën e dashurisë, edhe pse juve të shenjës së gaforës keni pasur shumë probleme, gaforja është një shenjë uji ku të gjithë jetën e vet e ka në familjen e vet. Gjithmonë në familje, gjithmonë në çështjet e punës dhe çështjeve që lidhen me familje.
por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë për të stabilizuar lidhjet afatgjatë, që kanë një ndikim mjaft pozitiv, kanë një ndikim që tani në këtë periudhë është periudha më e mira, më pozitivja dhe drejt për së drejti në gjëra që doni të bëni në kohën e duhur. Por çështjet që kanë bën, mundësitë që i jepen tani e tutje janë mundësi të arta, prandaj bini pas, mos e lini pas dore sepse gjërat do jenë shumë pozitive, madje i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çdo lloj problemi. Lidhjet afatgjat do të thotë me akrep, do të thotë me luan, do të thotë me binjak, ku e keni mundësinë, prandaj bini pas këtyre lidhjeve, mos ju ndani sepse ka diçka shumë të madhe në jetën tuaj, por gjithsesi e përgjithshmja duke se është më e mbara. Do vijojmë tek një shenjë zjarri, një shenjë ku do flitet shumë për çështjet e punës dhe të vazhdimësisë, ku do të thotë luani. Hënëre në gafore të ditës së sotme funksionon si tip terapie, sepse dhe shumë çliruese për juve. Është një hënë shumë ndikuese dhe pozitivitet që jep, dhe emocione, që zhvillohet në shtëpinë e 12 shenjës suaj dhe lidhet me psikologjinë, ndërgjegjësimin dhe mundësitë e juaja. Hënëre është të doni veten, të kujdesni për të dhe të pastroni shpirtin dhe jetën tuaj dhe të jepni mundësi familjes, sepse shumë gjëra kanë ndodhur gjatë gjithë këtij harku kohor, pothuajse në 3 muajt e fundit, me shumë probleme, shumë çështje pune, karriere, humbje në biznes, por tani ka ardhur një situatë ku do vendosni kufijt juve dhe do keni mundësinë që të arrini atë ku dëshironi, sepse është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë ku gjërat do të shikoni në një sfond tjetër, ku është edhe momenti dhe koha më e mirë e mundshme dhe periudha ku do të ndikoheni në anën tuaj dhe kjo do të thotë që është diçka mjaft pozitive, diçka që juve të kësaj shenje është një moment, është një mundësi ku çdo gjë ndodh, çdo gjë arrihet fal mundësisë të zgjuarësisë suaj në anën tuaj dhe ajo që mund t'ju them, do të keni pak të jeni të kujdesshëm në lëvizjet prapa skenave që mund të bëhen me shpenzimet e juaja, ku në një kohë nuk jeni të detyruar të paguani për të tjerët. Dhe kjo ka ndodhur shumë herë, dhe është hera e fundit, dhe do të shikoni sepse kjo hënëre ndrit dhe vendet e errta ku njerëzit përfitonin nga juve, sepse luanët e kemi thënë janë shumë zemërgjër, por ka ardhur momenti që të kuptojnë dhe për jetën e tyre. Ajo që do të keni kujdes, sepse nëse do të keni disa çështje të fshehta dhe sekrete, nuk duhet t'u besoni njerëzve që nuk kanë provuar besnikërinë e tyre ndaj jush, sepse disa zbulime mund t'ju vënë në një pozicion shumë të vështirë dhe mund të humbisni nga arritjet e juaja. Sidoqoftë, është një kohë e mirë për të gjetur mbështetje dhe mundësi si në vetveten tuaj, në intelektin tuaj, në mundësitë e juaja dhe kjo është mund të sjellin lajme të mira dhe ka të bëjë shumë në lidhje me portofolin tuaj, me paranë tuaj, sepse parat janë ata, nuk është gjithçka, po është diçka që juve të mbyllni disa çështje të vështira që keni pasur përpara dhe vjen një moment tani që është koha shumë pozitive. Në fushën e dashurisë, edhe pse lidhjet me dash, gafore, peshore, britsjap, me britsjap të vjedhiçit të dytë, keni pasur një problem shumë të madh dhe duket se e keni zgjidhur pikërisht tani, sidomos në virgjëresh, ka qenë një problem shumë i madh në lidhje me një thasha them që ka ndodhur para disa kohëve, por vjen momenti tani që do ta zgjidhni juve personalisht dhe kjo është koha më e mirë e mundshme për të zgjidhur gjërat siç juve doni dhe dëshironi. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjëra të mëdha që juve keni dhe do të keni në vazhdimsi. Shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë e ndikimit të madh ekonomiko-financiar. Kjo do të thotë virgjëresha. Hënëre në shenjën e gafores që ndikon në shtëpinë e 11 të shenjës suaj, e cila ka të bëjë me fushën e jetës shoqërore, punën në grup, në lidhje me punë të reja që janë shumë të dobishme, në rritje në detyrë dhe në lidhje me ndryshim pune, dhe mund të shkoni në profilin tuaj, gjithashtu ka të bëjë edhe me një takim të momentit fundit, ku për juve është takim shumë i rëndësishëm që lidhet me ekonominë,
lidhet me biznesin, dhe në këtë periudhë është periudha më e mirë e mundshme që do të shikoni gjërat të zgjidhen ashtu siç juve keni kërkuar dhe kërkoni. Është momenti më i mirë. Dhe e vetmja gjë në cilën duhet të keni kujdes gjatë kësaj periudhe është egzagerimi që mund të keni ose me njerëz që nuk respektojnë vetveten dhe si mund t'ju respektojnë juve. Prandaj keni kujdes vëllezër të dashura, sepse kjo periudhë është periudhë prove. Jemi në provë të gjithë dhe kur jemi në provë, do të thotë që duhet jemi të kujdesshëm që çdo hap që bëjmë dim ku shkelim dhe dim çfarë na pret. Pra, keni një mundësi tani mjaft pozitive dhe shumë të rëndësishme në çështjet e juaja dhe mund të keni në rastin konkret, do keni kujdes sepse mund të keni një propozim të ri për një projekt në ekip. Nuk diskutohet që ju entuziazmon ose mund takoni njerëz që kanë të njëjtin mendim me juve për një punë shumë të madhe. Kjo punë e madhe për ju si virgjesh nuk ka merakun unë se nuk e bëni juve, se juve futeni virgjeshat kanë më tepër fushën e mjekësisë në fakt dhe gjërave të rëndësishme që janë kanë lehtësinë dhe mundësinë për të arritur atë që duan, por kërkohet vëmendje. Kjo gjë ndodh në javën që vjen, afër hanës së plot, kur është hana në të thyer themi ne ose në gjërat që ndihmon në farë mënyre për punën dhe për karrierën ose gjëra të reja, mirë është që t'jeni pak të kujdesshëm në këtë drejtim dhe mos lejoni që nevoja juaj për sukseset t'ju çojë në shtigje të gabuara dhe këtu do të thotë që mos e keni mendjen tek paraja se sa tek ajo çka do të bëni për të ardhmen, se vërtet paraja është një domosdoshmëri për sa i përket gjërave që doni për blerje, për familje, ku diun, por do të shikoni sepse mund t'ju thonë për shembull në punë që do merrni, aty ku jeni merrni 3 lekë, po do merrni 4 lekë. E ju më thoni për 1 lekë, pse të lëviz nga këtu? Po jo, nuk është leku që do lëvizni, do lëvizni në kohë, sepse kontrata është afatgjatë. Nuk është 1 vjeçare, 2 vjeçare, por është 5 vjeçare larg. Kështu që mund të shikoni dhe të keni mundësinë për të arritur atje ku dëshironi. Dhe nëse juve gabonin në këtë mund të zgënjeni shumë kollaj, prandaj keni kujdes nga njerëzit që ju rrethojnë. Nëse flasim për çështjet e dashurisë, edhe pse kjo periudhë është periudhë bashkimi, kur kemi hënën e re, jeni të gjitha shenjat, po jemi te virgjeresha, ndodhin çuditëra në fakt kur hëna e re dhe virgjeresha, shenjat e tokës zakonisht, Demi, virgjeresha dhe bricapët kanë pasur probleme me lidhjet e tyre, me ligjet dhe çështjet e tjera, zgjidhen si me shkopi magjik. Kjo ka diçka brenda. Pra, shfrytëzojeni intuitën tuaj, bini pas çfarë ka ndodhur në 2011, në 2018, në 2024 në tetor. Shikoni këtë që thot Jorgo, do më kujtoni se keni diçka shumë të madhe që do të zgjidhet pikërisht tani në këtë periudhë, sepse është periudha më e mirë dhe më pozitivja e qenë ndonjëherë. Lidhjet që kanë të bëjnë, mundësitë që keni miqtemi të kësaj shenje, duket se lidhjet që kanë të bëjnë mjaft pozitive është dashi, gaforja, ujori dhe peshqit. Keni një mundësi për të zgjidhur një problem nëse keni pas ndarje ose diçka kësaj natyre, është mundësia dhe momenti më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë në këtë drejtim. Vijojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë e mirë pozicionuar në karrierë, që do të thotë peshorja. Për sa i përket shenjës së peshoreve, kjo hënë e re në gaforre, në një kënd me Jupiterin, planetin e fatit dhe të zgjerimit, ndodh në pikën më të lartë të shenjës suaj. Me mesjellorin që ju fton të bëni një fillim të ri në karrierën tuaj, statusin tuaj personal, imazhin tuaj publik dhe mënyrën se si dëshironi të arrini suksesin tuaj, forma të ndryshme dhe qëllime të mëdha. Është një hënë që thekson çështjet e karrierës, njohjet, profesionin, që mund të sjellë një dhuratë të madhe në të nesërmen në planet tuaja afatgjatë, ose juve që keni një njohje, t'ua garanton Jorgo me 1.000.000%, do të keni një martesë të suksesshme. Nëse keni më shumë se 6 muaj një lidhje, çfarë prisni? Peshore dashura, bini pas do më kujtoni se kur kemi lidhjet janë 3 muaj, 6 muaj, 12 muaj, 48 muaj dhe mbas këtyre muajve, në 3 muaj, në 6 muaj, në muajin e 7 ka grindje, nuk e diskutoj, mund të shkruani në inbox kush ka pasur këto probleme, si mund të zgjidhen këto probleme. Po, në hënën e 4 zgjidhen.
Në hënën e 4 të re, hënën e re e 4-ta, muaj i 4. Sepse çdo muaj kemi një hënë të re dhe një hënë të plot. Pra, nuk është magjike, nuk është çështje magjie, nuk është çështje intelekti dhe çështje shpirtërore e brendshmja që na jep intuitën. Pra, nuk është e nevojshme neve të shkojmë tek mashtruesët ose tek ata që bëjnë magji dhe dinë shumë mirë ato gjëra, edhe neve duhet i besojmë atyre, jo krijuesit. Pra, sepse krijuesi pas ka çuar këta për të bërë këto gjëma tek njerëzit e thjeshtë. Pra, keni kujdes, mos u mashtroni në gjëra të tilla, pra nuk ka vend për të shqetësuar këtu. Është koha tani që juve ta rregulloni vetë pa ndërhyrjen e dikush ose për ndërhyrjen e mashtruesve apo mashtrimeve që ndodhin rëndom. Por gjithsesi është koha dhe momenti më i mirë dhe çështjet që do të ndikojnë tek juve të shes së peshores në lidhje të tilla, në punë të reja dhe në çështjet mjaft rëndësishme. Ajo që do duket në lidhje me këtë hënë të re, ju ndihmon të ndërtoni themelet të forta mbi 8 ballësh që të mbajnë atë ndërtesë, pra është pikërisht tani dhe nuk ka shanse, nuk ka vend për të shqetësuar. Me disiplinë, këmbgulje dhe durim, nevojshëm do t'ja dilni mban në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës suaj. Është gjithashtu një kohë e mirë për të përmirësuar anën ekonomike, familjen tuaj dhe jo vetëm kaq, por për ju që jeni fans të ndikimeve të mëdha që ndodhin në moment rrugtimet, ndryshimet që keni, apo do të ndryshoni një punë, atëherë jeni duke kërkuar një tillë. Atëherë projektojeni dhe dërgoni një CV për diskutuar këtë me njerëz të rëndësishëm. Nëse keni lindur në 10 diçin e parë ose të tretë të kësaj shenje, ndikoheni jashtëmase dhe mundësi të reja që do të keni. Në fushën e dashurisë, që keni një mundësi shumë të mirë lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dem, peshore ujor, është diçka shumë pozitive, madje është periudha më e mirë e mundshme që ndonjëherë, sepse ka diçka shumë të madhe brenda dhe kjo lidhje që bëhet tani shkon deri në martesë. Nuk ka shanse të ketë kthim. Dhe kujdesuni në lidhje që bëni, mbajeni sekret. Mos e hidhni në rrjetet sociale, dorë për dorë, figura, foto. Këtë mund ta bëni me njerëzit e juaj të zemrës dhe jo ta marrni vesh dyjaja. Puna është ta merrni vesh me njëri tjetrin, me shpirtin, me zemrën tuaj, me njerëz të familjes suaj, por që ta bëni në rrjetet sociale, të bëni diçka që nuk ju takon, është për ta kërkesë shumë në raste. Shikoj dhe biles kanë shkruar që kanë bërë këtë gabim këtu dhe jeni ndarë. Kjo nuk do të thotë që u ndahum se hodha në Facebook, apo e hodha në Instagram, apo e hodha në kudiun. Jo, miqtë e mi, nuk është të mirën tuaj. Pra kjo është ajo magjia e ndikimit. Pra sepse jemi pluhur universi. Jemi ndikimin është intuita ajo që prish shumë terezira, sepse nuk i duhet tjetrit se çfarë bën ti. Gëzimin tënd mos e ndaj me njërin që nuk të do. Gëzimin tënd ndaje me veten tënde, me njërin që ke përballë, me familjen tënde. Është zjat më tepër dashuria, zjat më tepër gëzimi, sesa ta presësh ta hedhësh në vend që nuk është pa vend, ta vësh në një vend që nuk duhet asnjërit dhe juve të keni probleme fatale, që siç ka ndodhur rëndomt në këtë aspekt. Prandaj unë ju them, ju bëni si doje bardhë zemrës tuaj. Kujdes, në një punë të re, s'keni pse ta thoni. Gëzojeni vetes tuaj, gëzojeni familjes suaj. Në një lidhje, një njohje, jo ta marrë vesh CNN-i, se juve jeni lidhur. Ta marrë vesh njeriu juaj, vllai, motra, familja, familjet e dy palëve. Nuk i duhet CNN-it apo televizionet të mëdha, domethënë botërore, se juve po fejoni, juve po keni bërë njohje, ju keni filluar punë të re. Këtë ju thot Jorgo, ju bëni si doni. Pra shumë gjëra kanë ndodhur. Mos ndodhin më. Mbrojeni veten tuaj dhe njërin që keni në zemrës tuaj. Mbroni familjen tuaj, mbroni fëmijët, mos i nxjerrni në reklama. Nuk është e nevojshme ekspozimi. Larg këtyre gjërave, sepse mashtruesët këtë kërkojnë dhe këtë e arrin shumë kollaj. Prandaj bëni kujdes në këto gjëra, do kujtoni. Lidhjet afatgjat, miqtë e mi të kësaj shenje të peshores, kanë dhe bashkim familjar, që do të thotë është me dashje të diçit të dytë, ku ka diçka shumë të madhe për të realizuar. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë tekanjoze, do ta thoshëm, se është tekanjoze, mirë bën, sepse përbën zgjedhje, që do të thotë akrepi.
Hënëre në shenjë gafores, në shenjë uji, unë ju them shenjat që janë bashkë, shenjat e ujit për shembull, siç është gaforja, siç është akrepi, siç janë peshqit, jeni kushuri domethënë në lidhje me kuptimin e mirë të fjalës. Dhe kjo do të thotë që kjo lidhet në fushën e studimeve dhe marrëdhënieve me të huaj jashtë vendit, udhëtime, promovime, mundësitë të mëdha që do të keni në çështje ligjore dhe ju jep favorizime të mëdha që jo vetëm kaq, po do shikoni, do më kujtoni, ka diçka shumë të madhe që do zgjidhni problematika të ndryshme. Është momenti më i mirë dhe më i përshtatshëm në fushën e karrierës, në fushën e punës, në fushën e ndryshimeve të mëdha. Nëse doni të hapni një biznes, të bëni një hap të ri serioz profesional, të zgjeroni punën tuaj në jashtë vendit ose punoni në largësi, nëpërmjet internetit, ku diun, është diçka shumë e madhe dhe ideale. Dhe kjo do të thotë që është momenti më i mirë i mundshëm për të arritur këtij suksesi kaq të madh, për të shkëputur nga marrëdhëniet që ju kanë zhgënjur, për të shkëputur nga njerëzit problematik, për të shkëputur nga njerëzit, nga mashtruesët që janë bërë më shumë se sa ç'duhet. Pra duhet pasur kujdes në këtë aspekt. Dhe do të keni mundësinë për të nxjerrë në pa gjëra të mëdha në ekonomi. Do shikoni që do të ndryshoni komplet të gjitha gjërat që keni, të gjitha mundësitë që do të jepet, dhe është një kohë shumë e përshtatshme. Dhe mundësitë që do të keni tani tutje, ku është një kohë shumë e mirë, tepër pozitive. Kjo hënëre ka të bëjë shumë me bujarinë, dhe juve jeni kaq bujar, më kam thënë edhe në televizion edhe këtu, e them gjithmonë sepse di, të gjitha shenjat kanë një farë dhuntie, po ju e keni pak më të përparuar dhe më të zgjeruar që bëni nderin, por nuk ja përmendni asnjëherë. Kjo është ajo nderi që bëni juve, kjo është ajo që juve ecni përpara. Dhe është një mundësi mjaft e mirë në lidhje me çështjet e punës, në lidhje me çështjet ekonomike. Nëse keni ndonjë problem për sa i përket çështjeve të ekonomisë apo gjërave të shpenzime të pakuptimta, kjo do të thotë që duhet jeni të kujdesshëm, të shikoni ku ju duhet baza, ku është ajo më urgjentja, se sa gjërat e tjera që mund të keni pasur problematika të ndryshme nga anët e juaja. Po gjithsesi, kjo stabilizohet dhe merr fund problematikat që keni pasur. Në çështjet shpirtërore, edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur probleme miqtemi të shenjës së akrepit, ku lidhjet me dem, keni pasur me luan, keni pasur me ujor, flas për ata që janë shkëputur në këtë lidhje, ose janë në kërkim për të rilidhur përsëri, sepse nuk e gjejnë më atë dashuri, atë dëmshuri, atë kënaqësi që ka pas me këto shenja dhe kërkojnë prapë të jenë bashkë. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë tani për të realizuar një gjë e tillë dhe është momenti më i qartë për të arritur këtij qëllimi. Lidhjet edhe ndikimet e tjera që do të keni në fusha të ndryshme në lidhje me një çështje që juve keni pasur në anën tuaj dhe mundësitë të arta që do të keni tani tutje në lidhje me dokumentat ose aplikime, është momenti më i mirë i mundshëm dhe më stabilizuese. Shkojmë tek një shenjë tjetër, një shenjë zjarri, ku mundësitë janë pafund. Juve jeni gati të përgjigjeni ndryshimeve të mëdha që po vijnë? Që do thotë shigjetari. Shigjetarë të dashur, duke se investimet tuaja si financiare ashtu dhe emocionale nxirren në pa nga hëna e re, nga fore, dhe ju do të filloni procesin e shqyrtimit në lidhje me ekonominë, të ndjenjave tuaja, në sëlsi të bëni një fillim të ri. Mënyrën se si menaxhoni ato në fushën e ekonomisë, financat tuaja, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me të tjerët, lidhje që kanë të bëjnë me partneritete dhe partner biznesi, do të jenë vazhdimisht në mendjen tuaj. Dhe një burim i ri të ardhurës mund të lindë pasi hëna e re është në bashkëpunim me sundimtarin tuaj, Jupiterin, dhe sigurisht që do të merrni një favor dhe do të keni mundësinë për të arritur këtë qëllim. Sidoqoftë, duhet të ushtroni vetë përmbajtjen, mos shpërndani këtu dhe atje, të mos bëni shpenzime të panevojshme dhe të përqendroni me vëmendjen tuaj në çështjet e investimeve, lidhje me trashëgimni, lidhje me sigurime, lidhje me çështjet që kanë bëjnë me anën ekonomike financiare, bizneset dhe persona të ndryshëm. Meqense kemi të bëjmë me ndikimin e Neptunit në një katërkëndësh me Saturnin që kërkon maturi dhe kufizime. Tash koha duket se është në favorin tuaj. Shfrytëzoni burimet që keni dhe jo vetëm kaq. Një stabilizim i madh që ndodh në pasuritë patundshme, nëse keni mundësinë për të bërë biznes, të bëhet biznes është diçka e madhe, fjalë e madhe, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë sepse arrit edhe në lidhje me komunikimet, në lidhje me vendime të rëndësishme
që do të keni tani tutje dhe kjo është një kohë shumë e përshtatshme, është një kohë që vërtet ecni përpara, vërtet keni mundësinë e ndryshimeve të mëdha dhe jo vetëm. Ajo që do të keni, nëse keni mundësinë e punës së karrierës ose në përgjithësi ju do eksploroni mundësitë e reja, sepse kjo hënë e re ju stimulon të keni mundësinë e punës suaj, e karrierës suaj, e ndryshimit të madh, por besueshmëria ngelet në anën tuaj, sepse dini shumë mirë ku do të bëni, çfarë do të bëni, dini shumë mirë për mundësitë dhe rëndësitë që keni dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim. Pasi do të keni mundësi, kushtet, marrëveshjet më të drejta, e njëjta gjë vlen dhe për llogaritë bankare ose asetet që mund të keni të përbashkëta me partneritete, mirë është që të shikoni se çfarë ndodh në këto ditë do të zgjidhni disa probleme, të paktën 2 probleme më të mëdha në bashkëpunim me persona të ndryshëm, sepse keni një ortakëri juve si shqiptar dhe kjo do shkëputet një nga ortakët dhe kjo është në të mirën tuaj sepse mirë është që të shikoni gjëra se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Prandaj keni edhe kohën tuaj në anën tuaj. Në anën shpirtërore keni pasur shumë debate, po debate kalimtare, mirë po tani vjen një moment që juve mund ta zgjidhni problemin, sidomos lidhjet që kanë bënë me gafore, ka bënë me peshk, ka bënë me vigjeresh, por jeta dhe stabilizimi për ata që kanë nyjen veriore, nyjen jugore dhe ascendente në këto shenja duket se është me dëm të vjedicit të tretë, ku është një mundësi shumë e artë për sa përket stabilizimit dhe konkretizimit të një lidhjeje apo një njohje të kthehet në lidhje serioze. Shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë stabilizimi dhe korrekt në vetveten e vet dhe në mbyllje të çështjeve ligjore. Që do të thotë britsjapi. Hënë e re që zhvillohet përballë jush në shenjën e gaforet. Përballë jush e kuptoni ku ndodh, ndikon. Dhe kjo do të thotë që është planeti i fatit që është Jupiteri, ndikon në marrëdhënie dhe partneritetet. Ju mund të ripërcaktoni mënyrën se si të lidheni, të bashkëpunoni me të tjerët. Është një hënë që formon kënde të përzira. Domethënë, si pozitive, lidhje me Jupiterin, ashtu dhe problematika të ndryshme që ndodhin, katërkëndshme me Saturnin, ku është mësuesi i universit dhe guvernatori juaj me Neptunin. Prandaj, kërkon vëmendje dhe disiplinë në mënyrë që të korrni përfitimet maksimale. Jupiteri në gafore ju bën të pak kompromis, sepse juve nuk është puna se pa kompromis i thoni për njerëzit që nuk jeni të sigurt që të bashkëpunoni dhe i thua kjo është e pikë. Nuk mund të theni për shkak të lëshoni pa për gjëra që nuk doni ose gjëra që nuk keni. Por gjithsesi, juve meritoni më tepër dhe kjo është diçka shumë e madhe në fushën e profesionit tuaj. Kështu është e mundur që të bëni një fillim të ri dhe të hyni në një marrëdhënie ose partneritet të ri, lidhje me jashtë dhe do t'ju bëhet një ofertë shumë e rëndësishme, sidomos javën që vjen. Është në të mirën tuaj që ta shikoni çfarë do të bëni dhe si do të shkojnë gjërat për juve të kësaj shenje. Kjo mund të ndodhi ditën e mërkur që vjen dhe vazhdimësia deri më datën pothuajse datën 8-9, në datën 10 tutje kemi ndikimin e hënës plot, por gjithsesi do flasim deri atëherë, po flasim për hënën e re tani. Dhe është një mundësi që nëse keni një problem në profesionin tuaj dhe doni ta lini këtë punë, e të filloni punë tjetër, sepse ajo punë problemi që keni nuk është drejt presidenti juaj, por është që të tretët ju e morët për sipër, ja ka çfarë bën kur e ke të nevojshme një punë dhe di që ka problem brenda, po futesh dhe je vetë problemi pastaj. Por kjo do të zgjidhet miqtemi të shenjës së britsapit, mos mu shqetësoni për të 3 diçët ka ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive. Se do keni çështje negociatash, do keni çështje punësh, punë të reja, mundësi të reja mes njerëzve të rëndësishëm. Gjithashtu, kjo hënë e re e qershorit, hëna e muajit të qershorit, që është e fundit për qershorin, që është jashtëzakonisht e dobishme për gjëra të mëdha që do ndodhin tani e tutje. Nëse keni lindur në 10-diqin e parë dhe 10-diqin e tretë, keni shanse shumë të mëdha për sa përket dokumentacioneve për ata që ndodhen në Angli, Gjermani apo gjetk, ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv në anën tuaj. Në lidhje me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bënë për juve me dashën, me gaforen, me peshoren dhe me virgjëreshën e 10-diqit të dytë, është një mundësi që vërtet mund ta shikoni çfarë mund bëni, sepse kjo periudhë është e mirë për juve, e keni edhe si mundësi, do thosha unë, në anën tuaj dhe mund ta zgjidhni dhe problemin dhe të keni gjëra të reja në vazhdimsi. Nuk ka vend për të shqetësuar me këtë hënë të re, mund të kemi fejesa, mund të kemi një njohje të lidhje serioze në fejes dhe shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë
dhe është pozitiviteti dhe mundësia e artë për të vazhduar gjëra që dëshironi. Do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që jep shumë pozitivitet dhe korrektësi, që do të thotë ujori. Për sa përket ujorëve, hënë e re në shenjën e gafores, ju bën që të filloni në lidhje me punën, në jetën tuaj të përditshme, në ndikime të mëdha që do të keni, të kujdeseni për gjëra të mëdha. Gjendeni në çështjet ekonomike financiare, keni arritur kufi dhe mundësitë që keni në anën psikologjike, në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime, në lidhje me mundësi të arta që keni tani tutje, është një kohë shumë e mirë, stabilizuese dhe konkuruese me të tretën. Ujor të dashur, është koha më e mirë e mundshme për të bërë një ndryshim pune në fushën ekonomike, në stabilizime, do të merrni vendime të rëndësishme në dhe stilin e jetesës suaj, sepse është relaksi juaj, është mundësia juaj që do t'i keni gjërat favorite dhe mundësi të arta në vazhdimsi. Ajo që do të keni në anën tuaj të punës suaj, të karrierës suaj dhe e përgjithshmja, është momenti më i mirë i mundshëm në çështje profesionale dhe marrëdhëniet tuaja më parë. Megjithatë, do keni kujdes, mos u mashtroni dhe mos merrni më shumë përgjegjësi se sa ju takon, sepse siç e tham, nevojitet ekuilibër. Juve jeni në gjendje sepse jeni zemërgjër dhe merrni përsipër gjëra që nuk duhet. Kujdes, sepse mund të humbisni punën me këto gjëra. Dhe kjo bie ndesh me anën tuaj që jeni dhe kohën tuaj që juve keni dhe nuk mund të merrni gjërat më tepër se ç'duhet. Prandaj keni kujdes, sepse të tretët kërkojnë një diçka të tillë më tepër dhe nuk është në gjendje juve ta bëni diçka që nuk është në jetën tuaj. Po gjithsesi, kërkoni pak kujdes në lidhje me punën tuaj dhe gjërat që do të keni mundësinë ta kontrolloni. Dhe kjo që bën kjo hënë e re, ju jep mundësinë për të hapur themelët e reja për të ardhmë të sigurt dhe stabilizim ekonomiko-financiare. Në fushën e dashurisë, edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur shumë çështje problematike që do të thotë me virgjëreshtë e ditëshit parë, me shigjetarët e ditëshit të tretë që ka qenë shumë problem, por dhe me peshore keni pasur shumë probleme dhe shumë debate në këtë aspekt. Prandaj keni kujdes, vini veshin sepse gjërat nuk janë ashtu siç duket, po janë më ndryshe. Por gjithsesi, koha ka provuar që juve dini shumë mirë çfarë bëni dhe ku doni të shkoni. Është një moment shumë pozitiv, është një moment mjaft i artë në anën tuaj dhe periudha që ndodhin fenomenet është koha juaj dhe momenti më i mirë i qenë ndonjëherë. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash, me gafore, me peshore, është diçka shumë e madhe dhe tepër pozitive, sepse e keni mundësinë dhe përcjellur problemin tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë uji që do të thotë peshqit. Peshë dashur, duket se kjo hënë e re që zhvillohet në shtëpinë më të këndshme të shenjës suaj, në shtypinë e 5 diellore, e cila ka të bëjë me dashurinë, flirtimet, fëmijët, familjen dhe gjithçka që e bëni me zemrën tuaj të rrahë më shpejt dhe me entuziazëm të madh, qofshin ato në biznes, qofshin në punë, qofshin në karrierë. Ajo çka bëj shumë lidhje e Jupiterit, që simbolizon favorizimet dhe gjithçka ndodh, pra jeta juaj, mundësitë që juve kërkoni gjithmonë lumturinë dhe jeni të lumtur për ata që doni të bëni, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër e artë për sa i përket zhvillimeve dhe ndryshime të mëdha që keni tani tutje. Është një moment, është një mundësi shumë e artë për të zgjidhur problemin, shumë e artë për të zgjidhur çështjet madhore ekonomike dhe jo vetëm. Është momenti sepse koha ideale për të parë se çfarë talenti mund të përdorni, madje në nivel profesional, sepse jeni të talentuar, sepse jeni intuitiv. Hënë e re është veçanërisht e favorshme në çështjet që lidhen me fëmijët, juve që jeni në pritje të një fëmije ose jeni në kërkim të shtatzani të tillë, është momenti i duhur për të stabilizuar jetën tuaj, familjen tuaj dhe kjo bën që të jeni shumë korrekt. Dhe jeni të ndikuar dhe mjaft pozitive, është koha më e mirë e mundshme në lidhje me punën, në lidhje me karrierën dhe ndryshimet të mëdha që do të vinë nga tani tutje. Ajo që do të keni, një kujdes të vogël do të bëni, sepse mund të rëmbeni ose të bini viktime dikujt që dëshiron t'ju mashtrojë. Jeni të kujdesshëm dhe të matur dhe mos merrni rreziqe. Mund të thotë dikush që po, hajde blej një shtëpi, kjo shtëpi
dikush e shet 1.000 euro dhe juve për juve ju thot merreni me 500 euro. Pra këtu ka një defekt. Duhet pasur shumë kujdes në lidhje me atë çka doni të merrni, ose në makina, se mashtruesit janë sheshit në lidhje me makina, shikojeni para se merrni me teknika, nuk e di se çfarë, sepse në të hënë të re do ndodhin shumë gjëra, do ta shikojmë, sepse kjo ndodh më përpara se ndodhin fenomene. Po të vini re për shembull, ndodhin çuditëra, por kjo bën që të na rikujtoj dhe nuk se shumë njerëz më pyesin për shembull për çështje gjeologjike, si janë tërmetet, si janë shirat që binë rrëmbyer, apo diun lumet, prejnë, ku të gjërat të natyre kanë ndodhur, do ndodhin, kjo nuk do të thotë që e tha Jorgo dhe është kështu, por gjithsesi duhet të kemi të kujdesshëm, të jemi të vëmendshëm, mos bëjmë gjëra që nuk na takon. Por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë dhe mund të përfitoni nga gjëra të mëdha, sepse çështjet janë mjaft pozitive dhe mund të ndihmojnë në gjëra të mëdha. Në çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjat, që do të thotë me akrep të 10 ditë parë, me dem të 10 ditë dytë që është perfektja, por pse jo me shigjetar të 10 ditë tretë dhe me vigjiresh të 10 ditë parë, ku është një periudhë shumë e artë, është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive për të zgjidhur problematikat e juaja, për të zgjidhur çështjet që ju keni pasur. Këto ishin pak a shumë miqtë e mi çështje të rëndësishme me këtë hënë të re, por mund të them në një fjali ndikimet që kanë të bëjnë për sa i përket çështjeve që kanë bënë me udhëtimet. Për shembull, Dashi ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me udhëtimet, siç është të 14 ditë që vijnë, kemi ditën e martë, ditën e njëjtë. Ka diçka shumë të madhe dhe mund të përfitojnë. Demi në udhëtime. Demi ka të bëjë shumë me dokumenta dhe aplikime. Për shembull, në datat më të rëndësishme, që do thotë 28, 29, do thotë 3-4 kanë ditë shumë mira për aplikim. Binjakët kanë ditët e mira me këtë hënë të re në lidhje të afatgjat që keni pasur probleme me ndarjen tuaj, me gjërat tuaj, do thotë ditë e premte dhe ditë e diel janë shumë mira për të zgjidhur problemin. Gaforja ka javën që vjen, kanë ndikime shumë mira, sidomos data 3 dhe data 4, 5, 6 kanë ndikime shumë mira. Luani, problematika që ka pasur në lidhje me udhëtimet ose aplikimet dhe gjërat e natyre, ka pasur shumë probleme të ndryshme. Ka të bëjë shumë në lidhje me udhëtimet dhe dokumentacione, është koha shumë pozitive. Kemi ndikimin Virgjiresha. Virgjiresha ka ditën e hënë, ditën e njëjtë. Peshorja ka të bëjë shumë ditën e shtunë, ditën e diel për bisedime shumë të rëndësishme ekonomike financiare në këtë hënë të re. Shkëmbim unazash gjithashtu. Akrepët kanë lidhjet e reja, kanë që mos të ekspozohen, por të bisedojnë me familjet e tyre, duke se është dita e njëjtë dhe dita e diel. Shigjetarët kanë ditën e hënë, ditën e njëjtë, ditë shumë të mira për të stabilizuar punën e tyre dhe dashurinë e munguar. Britsjapët kanë ndikime shumë mira në punën e tyre dhe rritjen e detyrë, bisedime të rëndësishme që mund t'i bëjnë janë ditën e premte dhe ditën e mërkurë. Ujorët kanë ndikime shumë të mira për sa i përket dokumentacionit, por ju që jeni në diasporë për marrje vendime të rëndësishme, aplikime, keni ditën e hënë, ditën e mërkurë. Kemi peshqit kanë javën që vjen, 7, 8, 9 janë ditë shumë të mira për sa i përket çështjeve që ata kanë dokumentacione apo lidhje të qëndrueshme ose janë ndarë dhe mund të kenë bashkim. Këto ishin pak a shumë miqtë e mi për sa i përket kësaj hëne të re, kaq të rëndësishme dhe kaq të vëmendshme në lidhje me punën që duam të bëjmë me kohën që neve kemi në dispozicion për ta shfrytzuar për mirë dhe kohën. Por para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkim të detajuar, kemi pikërisht të faqen këtu, faqja roz, atje mund të zgjidhni çdo lloj pakete dhe të shikoni dhe çfarë juve ju intereson dhe keni pasur ndarje, keni pasur probleme nga më të ndryshmet. Atëherë ja ku e keni e bleni paketën dhe më pas flasim bashkë, pastaj me Viber, WhatsApp-it apo Skype. Por juve që doni që në kohën që jemi live, kërkoni një parashikim dhe një diçka që doni ta dërgoni në atë moment që keni shumë urgjente, kemi këtë butonin këtu, e klikoni, e shikoni, pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe pastaj jo vetëm kaq, por çdo të mërkurë së shpejti do jemi live me publikun, do jemi live me miqtë tanë që të flasin për gjithçka juve ju intereson rreth çështjeve që juve keni. Ka unë Europulla,
Më të mirë njërë. Jesë mira.